Gëzimi i publikimit të pamjeve të para të filmit të shumë pritur me Luize Ellin është zbehur paksa për Kiara Titën, e cila orët e fundit është përballur me një valë sulmesh kibernetike në profilin e saj në Instagram. Vetëm pak kohë pas publikimit, moderatorja ka njoftuar se është detyruar të marrë një vendim drastik mbylljen e komenteve në postimet e saj. Një reagim zyrtar, ajo sqaroi se shkak për këtë u bën komentet e ulta dhe fjalori pisët që vërshuan menjëherë në profilin e saj. Kiara nuk e la me kaq, por vendosi të demaskojë publikisht atë që ajo e quan një sulm të orkestruar. Ajo publikoi disa screenshote të komenteve negative, si keq, cringe, shfaqje e pa kuptim, të cilat vinin kryesisht nga profile pa foto ose me emra të huaje të dyshim. E revoltuar ajo shkroi: "Janë disa grupe të organizuara që mundohen të prishin postimet, si nuk lodheni duke hap accounts, pse nuk shikoni tuaja." Në një përgjigje të ashpër ndaj këtyre sulmeve anonime, Kiara u shpreh: "Nuk e di kush ka më shumë energji këtu, unë që bëj punën time, apo adresat fake që krijohen çdo 5 minuta vetëm për të shkuar vrerë. Imagjino të mos kesh as emër, as foto, as identitet, por të kesh mendim për çdo gjë." Ajo e mbylli reagimin e saj me një mesazh force duke ndarë qartë pozicionin e saj nga ai i urrejtësve anonim. "Flisni, shkruani, shpikni, unë prap jam këtu me emër, me fytyrë dhe me jetë. Vazhdoni me komentet, unë vazhdoj me suksesin."